bashorti merret me këto prenotimet. Për shembull, të tregoj një rast. Po. Ishte një fazë ku kisha dyshim pak të Sokoli se mos po lëviz pak kështu mas 2 vjet. Shumë telefonata në një periudhë dhe Sokoli shkoi në banjo me bë dush, harrov telefonin mbi tavolinë, bjen zile telefonit edhe atë marr as të marr, aj se dhe marr. Edhe rri ashtu me prit se kur kush po thot alo. S'të mbet alo, asaj në telefon. Ajo, po kush do? Dikur tha alo, thash, po urnoni, mashkull. Mashkull, po shiqyr. Po shiqyr. Edhe thot, gjysë të vullaj, thëm, po urnoni. Kam tani dasëm, edhe kem preferua, thot, ty, thot, për muzik, por na, thot, dasmat i bajnë, për i Macedonijet ishte ai burri, i bajnë dasmat, thot, si pas traditës tonë, mashkujt janë një grup vetëm bajnë dasëm, dësa femnat nënën tjetër. Për grupin e mashkujve, thot, kena qef më angazhua si në hoxhen, dërsa ty, thot, për femrat. Oke, ka mundësi të me më thirë pak mrapa, se Sokoli është momentalisht i zonën edhe fletë ma mirë me ta. Ta i ditu të veç kushtet, ta prefersisht të dimi, ta të tërga qmimin, sa orë kënoj, qka dua për mrapa skenë, mos më përngu askush, një vend që me kanë qetë. I tha që 2 bodyguard, 2 truproje. Bodyguard, po. Tha, po gjyste, tha, unë pak parë të rgova ta se ti ke me këndu për femrat, ashtu që duhen. I tha që po më duhen ata 2 bodyguard për Sokolin. Se Sokolin për cilë në muzik.